akuzat të cilat i bëjnë, apo pakletësit e cilat i kanë qytetarët ose punëtorët tuaj në këtë rast, ju si drejtor, si menaxhoni këto, si adresoni problemet e punëtorëve ose qytetarëve? Zakonisht, princip për të pashkëpunu duhet qëtë të dëgjosh më spari, se cilët janë defektet, cilët janë pengesat, dhe çka mundemi të miremi vesh nëpërmes dialogut dhe ku duhet të intervenojmë. Duke shfrytzuar edhe pozitën time si drejtor general, sidomos për postën e Kumanovës, asnjëherë nuk ka qenë trajtimi më i mirë dhe funksionimi më i mirë. Për pjesën tjetër jam i gatshëm për çdo punëtor i cili ka probleme, që në vazhdimsi kam të ndarë një kohë të caktuar të orarit të punës gjatë ditës për t'i kontaktu personat të cilët kërkojnë që të kanë kontakt me mu dhe të shohin se ta bëjnë një zgjidhje për një problematikë caktuar. Për pjesën e shërbimeve postare ose për pjesën tjetër ekziston emaili zyrtar, ekziston numri ku mund të lajmërohen, numri i telefonit ku mund të lajmërohen për shqetësime, për mos respektim ndaj konsumatorëve e kështu me radhë. Dhe përsa i përket politikës, le të kthehemi edhe tek kjo pjesë dhe të ndajmë disa nga idetë tuaja. Unë desha të di se vlerësoni ju aktualisht situatën e politikë në vend, edhe që ashtu desha të di pak për zhvillimet e fundit, si komentoni ato. Mendoj se është shumë e qartë kjo pjesa politike. Ankesa gjithmonë do të ketë, pakënaqësi gjithmonë do të ketë. Morëm parasysh se 20 vite në pushtet ka qenë një qeverisje, ndoshta në vitet e para të asaj qeverisje, ka qenë një qeverisje e mirë, por më pastaj është humb efektiviteti në politikë bërje. Dhe mendoj se tash jemi në një rrugë shumë më të mirë. Edhe tema ishte pak a shumë për punësimet. Është hera e parë mbas 20 viteve ku ne si shqiptar kemi mbi 2500 punësime në nivel shtetëror. Unë publikisht mund të pyes këto të tjerët se nga sa punësime kanë bërë në vit kur kanë qenë ato në pushtet. Dhe jam i sigurt se nuk e kalon 600. Pjesa e tjetër është gjithë kamuflim cilët po mundohen të na i veshin se ne nuk jemi në krye të detyrës. Gjithçka është duke ndodhur për një arsye, dhe arsyeja të cilën ne kemi se duhet të kemi vendimarrje si shqiptar dhe duhet shqiptarët të jenë në pozita udhëheqëse e jo të jenë shqiptarë të cilët kanë qenë në institucione të lanë masdore. Pjesa tjetër vlen të shihet në vazhdim. Unë i ftoj prap ta ndjekin punën dhe suksesin ton, po edhe në qoftë se kanë kritika, pse jo, mund të ulemi dhe të bisedojmë për çfarëdo lloj problematike që ta gjejmë një zgjidhje, qoftë në kontekstin kombëtar apo qoftë në kontekst profesional siç është posta.